Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni fryrje barku, pini një gotë nga kjo dhe do shpëtoni për 5 minuta. Fryrja e barkut është një ndjesi vërtet e tmerrshme. Në një kohë kur do të dukesh sa më e dobët, barku të tregon sikur ke edhe 5 kg më shumë. Përveç kësaj është një ndjesi para atij e cila të mërzit gjithë ditën, por ka një lajm të mirë për këto çrregullime të vazhdueshme dhe të bezdisura të barkut. Gjithmonë bani mend se ne jemi çfarë ham. Trupi reagon në mënyra të ndryshme në varësi nga ushqimet që fut në të, sepse shumë ushqime dhe lëngje mund të shkaktojnë më shumë fryrje se të tjerat. Disa prej ushqimeve nga të cilat duhet të rrish larg sepse shkaktojnë fryrje janë pikërisht pijet me gaz dhe gjithashtu bishtajoret, produktet e qumshtit dhe njëkohësisht thekra. Por cila është pija që duhet të pish gjithmonë sa herë që ke fryrje barku? Është pikërisht çaji i xhinxherit. Sipas ekspertëve, xhinxheri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryrjen. Studimet e ndryshme kanë treguar se ky lloj çaji gjithashtu mund të ndihmojë në trajtimin dhe në qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, si sëmundjet e këqija, dhimbjet e Alzheimerit apo probleme të ndryshme si për shembull irritimi. Ndërkohë, studimet thonë se ky lloj çaji ndihmon edhe në bllokimin e enzimave dhe gjeneve që i shkaktojnë trupit inflamacion. Çaji i xhinxherit është i shkëlqyer për t'ju shtuar dietës, sidomos në qoftë se fryrjet e barkut i ke kronike. Nëse shija e xhinxherit të duket pak e fortë, atëherë ju duhet që të shtoni disa pika lëng limoni për ta bërë shijen e tij edhe më të butë se zakonisht. Gjithashtu ju duhet të dini se fryrjet e barkut mund të eliminohen edhe me disa lloje çajrash natyral, të cilët juve do t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar lëvizshmërinë e zorrëve dhe trajtimin e kapsllokut. Fryrja e stomakut është irrituese dhe njëkohësisht e bezdishme, veçanërisht në qoftë se ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste ato mund të jenë edhe simptom e ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i nenegjikut. Çaji i nenegjikut gjithashtu e qetëson stomakun tuaj dhe njëkohësisht largon fryrjet. Ju duhet ta pini atë në darkë për të ngadalësuar të gjitha trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjethe nenexiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe mjalt ose limon. Në disa raste të tjera ju mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjalt dhe limon është njëkohësisht i mirë kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit gjithashtu kanë aftësinë për të trajtuar zorrët dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjaftojnë që ju të zgjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas aty të shtoni mjalt dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Kamomili është shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe njëkohësisht me urthin. Çajin ju mund që ta shoqëroni edhe me mjalt ose lëng limoni për të patur efekte edhe më të mira. Sipas ekspertëve, ju gjithashtu mund të shtoni për një filxhan me çaj, një lugë çaj kamomil të thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Sipas informacioneve, edhe kungulli ka vlera të jashtëzakonshme për shëndetin, pasi përfitimet që ai sjell në shëndet janë me të vërtetë të larta. Ndërkohë, kungulli i verdhë mund të eliminojë fryrjet. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të hani një filxhan me kungull të zjerë ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje.
Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e dur të ushqimit. Uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon ju mundet njëkohësisht edhe ta pini sapo të zgjoheni nga gjumi për të patur një fillim sa më të mbar të ditës. Gjithashtu, ju mund të përdorni edhe disa ushqime të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të shmangur fryrjen e barkut, ashtu siç ekzistojnë ushqime të cilat ne na shkaktojnë fryrjen e barkut, ekzistojnë edhe ushqime të cilat mund të shmangin fryrjen. Ditët kur ju ndiheni të fryrë, sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme dhe për këtë arsye, kjo është një gjendje që trupi juaj e zhvillon her pas here, gjë e cila mund edhe t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat ju do të ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Sipas informacioneve, ndonjëherë kjo gjithashtu mund të duket si diçka tërësisht e paevitueshme. Prandaj ne ju sugjerojmë që ju të përdorni këto metoda për të parë se si trupi juaj do të reagojë. Sipas informacioneve, disa nga mënyrat më të mira dhe natyrale për ta larguar këtë problem është pikërisht çaji i xhinxherit. Sipas ekspertëve, xhinxheri mbetet një nga ushqimet më të rëndësishme të cilat ju mund t'i konsumoni për të parandaluar fryrjen e barkut. Dhe gjithashtu ju duhet të dini se duhet të konsumoni sa më shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ato ndihmojnë në tretjen e mirë dhe gjithashtu parandalojnë fryrjet. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni dhe njëkohësisht nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdorini këto erëza si zakonisht në vaktet apo në ushqimet tuaja për të përfituar një bark sa më të sheshtë. Gjithashtu mund të zgjidhni dhe të përgatisni ndonjë çaj bimor me këtë recetë, pasi ju mund të përfitoni shumë. Ndërkohë, këtu mund të përmendim çajin e xhinxherit apo atë të nenexhikut. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet e tyre anësore që i shkaktojnë organizmit dhe një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithëse ato mund të jenë shumë të shëndetshme, ju duhet të dini se shumë fruta apo perime shkaktojnë vështirësi në tretje dhe këtu vlen të përmendim brokolin, lulelakrën, bishtajoret, mollët, dardhat dhe njëkohësisht pjeshkët. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, pasi edhe ato të konservuara apo të procesuara mund të shkaktojnë vështirësi në tretje. Gjithashtu, keni parasysh që të konsumoni sa më shumë probiotik. Probiotikët, të cilët për shembull gjenden tek ananasi, munden që të ndihmojnë jashtëzakonisht në trajtimin e fryrjes së barkut. Gjenden gjithashtu tek kosti i qumshti apo djathi dhe ndihmojnë në tretjen e mirë dhe në nxjerrjen jashtë të toksinave të këqija. Ananasi përmban disa nga vitaminat dhe mineralet të cilat gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe njëkohësisht në trajtimin e tretjes së mirë. Probiotikët, gjithashtu siç e përmendëm, mund të ndihmojnë në lëvizshmërinë e zorëve. Ushqimet e pasura me kalium siç janë banane, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe në nxjerrjen jashtë të toksinave të tepërta. Kastraveci. Gjithashtu edhe kastraveci ka vlera të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj, pasi ai ndihmon në trajtimin e problemeve shëndetësore të cilat lidhen posaçërisht me zorrët. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.